e ditës së sotme. Do të ndalemi pak në këtë momente tek një zhvillim që ka të bëjë pikërisht me punonjësit e OSHE-s në Gjirokastër. Ka patur një vendim me urdhër të prokurorisë ku janë ndaluar 16 persona punonjës të OSHE-s për shpërdorim detyre. Kemi të bëjmë pikërisht me shefa grupesh, drejtor njësish, shefa IT-sh dhe punonjës të tjerë, ndërsa 5 prej tyre janë arrest me burg dhe të tjerët janë me detyrim paraqitje dhe në arrest shtëpie. Përkatësisht kemi tashmë të bëjmë me një shkëlqyrje të kësaj drejtorie në këtë qytet. Do të lidhemi një herë me kolegen Ervina Sheha, e cila do të na jap detaje më të hollësishme sa i përket të gjitha këtyre zhvillimeve që vijnë ditën e sotme nga Gjirokastra. Ervina, mirëmëngjes, përshëndes. Mirëmëngjes, Eneta, atëherë ashtu si kundër e pohuat edhe ju me urdhër të prokurorisë të Gjirokastrës janë shoqëruar rreth 16 persona punonjës të OSHE Gjirokastër, ku pozicionet e tyre të punës kanë qenë shefa grupi, drejtor njësie, shefa IT-ja apo dhe punonjës të tjerë, të cilët akuzohen për shpërdorim detyre. Ende nuk janë zbardhur emrat e këtyre të fundit, por ajo që kemi mundur që të mësojmë ka qenë fakti se kanë qenë një hetim për sa i përket shpërdorimit të detyrës prej kohësh nga prokuroria e Gjirokastrës, ku disa prej tyre janë sekuestruar edhe telefonat, ndërsa gjatë 24 orëve të fundit është bërë edhe ndalimi i këtyre të fundit. Pra dyshohet për shpërdorim detyre për lidhje të palishme, ndërkohë që bëhet fjalë për 16 persona. Ajo që kemi mësuar deri në këtë momente është fakti se 5 prej tyre janë në masën arrest me burg, 5 arrest shtëpie dhe pjesa tjetër janë detyrim paraqitje. Ndërkohë që sigurisht që seanca e radhës pritet që të ndodhi në ditët në vijim për të dhënë edhe masa e sigurisë për të 16 këta persona. Ndërkohë që ende nuk kemi një burim zyrtar nga drejtoria vendore e policisë të Gjirokastrës lidhur me këtë ngjarje, edhe pse ka qenë një ngjarje, le të themi, ku këta 16 punonjës të OSHE-s së Gjirokastrës kanë qenë në hetim prej muajsh nga prokuroria e Gjirokastrës, ashtu si kundër e tektova, ku janë sekuestruar telefonat dhe më pas është dhënë vendimi pra për ndalimin e tyre për gjatë 24 orëve të fundit. Ndërkohë që presim që të zbardhim edhe emrat e këtyre personave, ashtu siç e cilësuam, kemi të bëjmë me drejtora njësie, kemi të bëjmë me shefa IT-je, me punonjës të tjerë të cilët janë pjesë të OSHE Gjirokastër.